Buqim në bu CHI. Bu CHI podcast. Morë në telefon më bë. Unë tha se e pati nga imi edhe, se unë sa e futa në karikim të. Edhe të ky filmi për të mora war që ta lash për gjysmë. Ishte ky tani për ky film më bëri mua të më dhimbte koka, se ishte kaq idiot në punën e skenarit, po. Çfarë a the tash? S'e shikoj fare. Shikoj vetëm sa për të thënë, se s'dua të bëj spoiler, po nëse e ke problem. Jo, po e ke parti më thoj, unë s'kam problem me spoiler. Po ky tani ishte ky Chris Pratt, ky ishte ish ushtarak, më thon kishte luftuar në Afganistan, çando gjitha këto të tjera. Edhe ky kishte gruan, kishte edhe një vajzë të vogël. Tani po shikoni një ndeshje këta në televizor, aty te ndeshja hapet një si tip kështu si portal me drita me gjëra kështu, edhe vijnë këta nga e ardhmja, i japin lajmërimin që ne jemi në e ardhmja, po luftojmë me alienët, na duhen ushtar, do marrim ushtar nga e shkuara të luftojnë në të ardhmen. Tani, nëse ti je një rob që e vetë që truhen në punë e para gjë që do mendosh po mirë, këta që do shkojnë në të ardhmen, po dishin këta andej. What the fuck happened? What the fuck? Nuk ta s'do lindin me fëmijë, më kupton, do zhduken dhe fëmijët, po te kishin nashuar, ta kishin adresuar. Se këta njerëz që do merrnin këta ishin të shpallur të vdekur. Kështu që nuk do the asnjë gjë me luftën këta, se kjo ishte gjëja e parë. Po edhe ky ishte mësues ky vëlla në një shkollë, i vjen pasaj këtij njoftimin telefon që do të marrim në ty ushtar. Vetë atij dhe një microchip, ta 7 ditë kishin shërbimin ta, po e forta është se këta si stërvisin asnjë gjë, por merrnin njerëzit të veshur siç kishin qenë në punë atje. Ishte boti 300 kg e merrin, hajde ta çonin atje mish me 2 syt, vetëm ti dilte alienit para se s'do bënte ndonjë gjë. Edhe e çojnë në të ardhmen, ky lufton aty, desin shumica e këtyre se leq i hedhin gabim, i hedhin në majtë një kështu ndërtesë të lartë, sa bien në një pishinë, shpëtojnë, të tjerë bien në tokë, desin gjithë. Komplet si batalion që dërguan këta. Wow. Edhe lufton ky, arrin të largohen këta, marrin një si tip helmi që kishin të misioni atje të një ndërtesë, arrin të arratisen, takon këtë që ishte komandantja kjo. Kjo komandantja tani ishte një bjonde, fillon e pyet këtë, merr vesh që kjo ishte e bija e tij në të ardhmen. Edhe kjo tani ishte për komandantja. Fuck off. Ike burë, ik më. Po më ai që shpallur të vdekur ka kyç ishte mësues ky kur ishte shpallur i vdekur. Po ky vdiste më vonë burr. Domethënë para se të ndodhte kjo alienëve, po ky vdiste. Edhe vajzën e këtij që i kishte ky, ajo vazhdonte rritej jeta e saj, më kupton. Edhe e forta është tani që ke parasysh atë helmi që morën këta, tani të helmin ta donin të krijonin një helm të madh, tani që ti zhduknin të gjithë alienët. Me anë të këtij helmi. Sa bukur të thënë atë pjesën plakot të krijonin një helm të madh. Po pa. Mo helmi. Edhe e krijon ky me këtë vajzën, ajo baza e fundit ku ishin këta, ku po krijonin helmin, edhe ajo shkatrohet në alienët, vdes kjo vajza e këtij të ardhme, ky mbaron atë shërbimi që kishte 7 ditë, kthehet prap ky në të shkuarën. Tani ky në të shkuarën bën ja 5 minuta muhabet me gruan, kupton që alienët nuk kanë ardhur në një planet tjetër, por kanë qenë gjithkohës këtu në tokë. Edhe këtu e kisha edhe un problemi më. Ti ke shkencëtar tani që ku diun rregulluan si e kuptuan si të bënin udhtim në kohë, nuk kuptuan ata që alienët ishin këtu në tokë. E kuptoi ky 5 minuta me gruan atje duke llafosur. Ja fucking cunt. Aty miku truri mua, prandaj mu duk si film idiot. Edhe pastaj merr dhe jatin, këtu vjen atje, e si përfundim me këtë helmi që bëri kjo. Edhe prodhuan sa më shumë helm ata, se ca një në ardhme ngelen të shkuar nga që shkatrua ajo makina e kohës që mundi kishin.
si përfundim, ata janë 10 alien, 12 alien vranë me atë emrin. Edhe pjesën tjetër i vund C4, asa anijes kozmike që ishin ta alienët në Antarktik ku mutin ishte. I vund C4 dhe i shpërthyen. Tani për çfarë drejshin e bëra këtë Elmin dhe? Pa shumë një orë gjysmë film, krijove ti këtë Elmin edhe ky Elmi vrau 12 alien. Kishin vetë C4 me rob shtëpi sa shumë herë ke thënë atë fjalën helm plako do mdalin edhe ndërsot me rob shtëpi. Po prandaj po them se ashtu ishte edhe filmi o plak, aq shumë i rëndësishëm ishte ky Elmi sa vrau 12 alien edhe pjesën tjetër i vrau me C4 ata. Ua, do ja vë emrin e episodit, do ja vë Helmi. Helmi. Komplet film idiotë por unë kam shef atë Chris Pratt, po nuk e di unë atë t'ja kishin lënë në një Karamaku klasë 8 do kishte bërë një skenar më të bukur. Një film të bukur plako ta sugjerojun ta shikosh. Është kështu amerikan-gjerman. Tek film është. Domethënë, është me si je me si kam problem, vazhdo. Dare ka gjerin që kemi nuk kjo si e ka basically plako është kështu që i ndodh diçka e një gruaje domethënë kështu është tip me vampira, me zombi domethënë kur ikën me burin e vet kështu edhe infektohet kjo po është luhet në një kështu si në kohën tonë që jemi sot domethënë normalisht po me një medicinë më të avancuar që njeh ajo një kështu një doktor në Amerikë në New York që mund ta kuronte domethënë që mund t'i bënë transplant gjaku kësaj që mos të kthej kështu në vampir. E nejse në një nga këto avionat që merr kjo tipja, domethënë për të ikur, këta tipa kamuflohen si terrorist musliman, domethënë të plasin avionin për të ndikuar një election në Angli. Edhe atje për shembull vrasin këta, po në momentin që vrasin këtë, kjo se kishte marrë as ata ilaç, një tip morfine domethënë. Edhe e ka fshuar ishte kjo, ajo morfina e mbante që mos të kthej. Kur e vrasin këtë ata me 3-4 plumba kështu, në moment pastaj kthehet ajo. Kjo është në zombie/vampir. Edhe aty pastaj bëhet filmi plako bomba fare se është një nga ata personazhet e kishin është psikopat plako. Psikopat po kështu. Edhe mimikën e ka psikopate, po edhe çdo veprim që bën është nuk e di dha, prerje psikopati komplet. Si kështë Red Moon? Jo, Red Moon, si e ka jo? Gjithë është filmi bukur me këshu, jo film, fjallë. On Netflix, German movie on Netflix. Ti që është seriali bukur? Fringe. Fringe? E ke par Fringe? Jo. Është bukur si seria. Ai sezoni fundi mua s'pëlqeva shumë po hajt mua, si mbyllje mirë ishte. Po është shumë i bukur si seriale. Se ma kujtove ti nga kjo me zombi, me morfina, me gjera, po. Edhe ai ashtu është me këto supernatyrale gjera kështu. Kjo është Blood Red Sky e ka emrin. Filmi Blood Red Sky. Është relativisht i ri, ta sugjeroj se është goxha i bukur. Me që më përmenda avioni me këta, e ke parasysh atë avioni malazes, edhe unë tani e dëgjova këtë në këto kohët e fundit. Ai që u zhduk mbi Oqeanin Indian. Malazes? Po. E di se çfarë ndodhi atë? Jo. Domethënë edhe qeveria malazeze, versioni zyrtar që dolën atëherë tha nuk e dim se çka ka ndodhur, thjesht u zhduk. Po tani në komunikime private me qeverinë australiane kishin thënë që ky piloti iku në mendje edhe bëri kështu vetvrasje. Po ky tani kishte marrë avionin edhe kur kishte përshëndetur orën në fund kishte bërë përshëndetje ushtarake që nuk e bënte asnjëherë. Edhe siç kishte ikur avioni në ajër kur kishte kaluar sipër qytetit ku kishte lindur ky Georgetown, kishte lindur ky piloti, kishte ulur kram kështu si po ja bënte me dorë. Sigur përshëndeste. Edhe pas asaj këta thonë që mbasi la atë hapësirën ajrore malazeze, më duket avioni u zhduk nga radari. Kishte ishur te transponderin, që janë këto çipat, dalliqet e gjitha që kontrollojnë atë avionin që ku është e tjerë. Po
edhe e kishe ngritur avionin në vlla, e kishe hapur dhe dyert që ata të ikte ajri nga avioni, ata njerëzit brenda kishin vdekur. Edhe pastaj e kishe vënë në autopilot, kishe ikur derisa kishe mbarur karburanti avioni mbi Oqeanin Indian, edhe ishe përplasur, pastaj ishe bërë copa. Edhe këta e dinin se ky piloti nuk e dinte këtë, po ata avioni tani gjurmohet dhe nga sateliti, se ka gjithkohës komunikim me satelitin. Se ku është. Edhe ashtu e kishin zbuluar atë, po. Se po dilnin pasaj njerëzit po thonin jo vrimat e zeza, jo alienet, jo ku diun. Po ajo kishin qenë vetvrasje, po kishe marrë dhe 200 ca veta sa ishin në avion, i mori me vete. Po mi pra dita një myti, unë zbardhjen e kësaj historie, unë se dia seriozisht tani sa ma theti. Unë e dia se si të akome. Po, nuk kanë dalë që ta thonë, vlla, po ky është, domethënë, versioni që ka më shumë kuptim ky është. Plako, po mire, hajde ta lash të mire, e keti këtë 1-0. Po ajo Commander David Freyer me TikTokun edhe me këto. Aha. Ora ato si djevur, edhe unë ka raste që them janë alien, ka raste pastaj them ore jo, këta kanë teknologji që nuk e tregojnë edhe bëjnë kështu testime gjëra dhe nuk i thon pilotëve. Ato që nga 2004 bëhem vetëm me një shok me atë deri në ora 2 plak, kështu meaning of life, e ke parasysh? Edhe para se të meaning of life ishin tek ma bet bar. Jo, te zbulimet, sa e thoshte 2004 ishte. Edhe që futet edhe në ujin e gjitha. Edhe po nga që u frymëzuan dhe nga ata që po ikin tash po bëjnë kështu turizëm në hapësirë, thonë që o plak teknologji domethënë që të zbulojnë Marsin, e kupton me këto roverat me të gjitha, me kamera me satelit, vërja emrin çat duash ti. Si më nuk kanë zbuluar akoma detin në plak. Po e forta është dhe këtu, përse për shembull vitet 80 ti e bë Amerikë, Europë e bë për 5 orë, tani ose sa ishte 4 orë ajo. Kurse tani e bën për 10. Dhe kishim avion akoma më të shpejt në vitet 80-70 se sa kemi tani. Po pra, kjo më bën shumë përshtypje mua plak. Mos janë alienët në ujë plak, e din ta e thonë që mos na luni, s'po ju lujm, secilin punë vet. Janë ata të Atlantis, si dore nuk e di burr, po. Por plak, po pse nuk vete pra ata thonë sot kësaj ditë estimation thonë kemi zbuluar ne rreth 3% të krijesave në ujore. Po. What the fuck, plak? Po çfarë mund të ndonë në Mars ti ku s'di çfarë ke dera e shtëpisë? Po kush thotë që nuk i dim? Kjo është teoria ime. Ata i dinë plak e nuk thonë. Kush e di çka kanë parë në një terror atje dhe thonë që nga këtu se jemi destinuar për do na vrasin, do na hajnë ata. Po këta podhët. Po edhe ajo buri zonës 51, Bob Lazari që ka dalë që atëre që thotë kështu, që unë kam parë këto anijet kozmike në atë dhe bënin testimet e zona 51 ato. Ai gjithmonë atë histori ka mbajtur me kopë. Kush e di apo? Se është dhe kjo argumenti që kanë ata e kanë, domethënë ai ka lexuar një dokument thon ta që se mund ta kenë marrë në punë ata të zonës 51 me vërtet. Ka lexuar një dokument që ja kanë dhënë këta që ta shpërndaj si desinformacion, kupton që thotë i ka alien këtu e budallishe të tjera që mos ta besonte njëri. Ças do vakia, po mua e di pse më se s'është ideja ime, i shoku më anguliti këtë në kokë mua. Po vemi afërsisht në Mars, me këtë me gjëra për të marrë kampione dheu e gjithë. Po pse nuk e fut një në Mariana Trench, plak, çikoj. Pa është më vështirë në atë, se ke domethënë në hapësirë nuk ke presion, edhe që të shkosh deri atje poshtë për presioni i ujit është shumë i madh, nuk kemi si ta bëjmë, se çdo në ndërtese që do dërgojmë ne do shtypet si po mire po ti si tek guys që jeta që ti nuk mendon ti se nuk e kanë teknologjinë ata për të zhytur atje. Po nuk e di, po ku treqi ta di unë atë, ai sa di unë, domethënë rregullat e fizikës ashtu janë, nuk është presioni shumë i madh për të zhytur atje. No, di që nuk thosh ka asnjë. Ore unë kam thënë ty valla, unë jam kështu kundërshtar i paguar, kupton?
Ua, më rafshi. Po se është një gjë shumë logjike, plak, e kupton? Është një gjë shumë logjike që natyra njerëzore, më thoshte, natyra njerëzore të çon gjithmonë që të zbuloshin ato çka ke rreth e qarkut, vëlla, e kupton? Po. E di që çka ke në lagje, bam bum, pastaj vete, pastaj të zbulosh të tjerat të kështu. Edhe Po di që është e forta se po flisim edhe për Tesla në Shqiptar. Makina elektrike nxorën dhe në vitet 2000, por edhe ata I thërritën mbrapsht. Jo se kishin ndonjë problem ose ndonjë gjë, thjesht se nuk ishte koha që ti nxirrnin. në 96 ka dalë Toyota me. Po. Në vitin 96 që na makina e vogël e Toyotës funksionale 100%, domethënë. Thjesht nga tregu I naftës, ata e kanë. Po e troqëm mbrapsht që s'ishte koha për atë, domethënë nxorën më vonë pastaj. Era, është e frikshme kjo. Pse e thotë sikur është normal? Çu Po, shkëm më vat, është ke ndonjë normal, alien atje në ujë për shembull, kështu vetë ti me ndonjë jahtë, ndonjë gjë, idhesh në det aty për shembull ta ha ndonjë. Opa. Po, të ngacmon seksualisht alieni aty. Po. Për zotin Allah. Sea molesting. Të futuar. Të futuar të alieni. Me rof shtëpia plak. Është dhe e frikshme plak, se det I hapur është shumë I frikshëm. Po, më normal është. Po 71% det jemi ne, çfarë do bëjmë? Pikërisht, valla, me qenë ne tani përderisa ka shumë nuk ka një specie të inteligjente në ujë plak, do ishte thjesht logjike që të kishte edhe ujë një specie inteligjente. Do të marr parasysh që ka edhe më shumë masë. Po. Ore valla, ata ka e ke pasur ato lloj që çuçi thon aty në anglisht s'ka një emër ata. Puffer fish, jo puffer fish. Qysh e ka I fishi që bën që është akoma më I mirë se oktapodi në kamuflim. Nëse, diçka me fish. Nuk e di, është një peshk që rri në thellësi është një ai me dritë, që ka atë dritën sipër. Po jo, po jo ai, por ai vari leshta një dritë ka ai. Unë po them për këtë tipin edhe. Ky tipi. Po edhe ai është si alien, por ai s'duket si peshk fare. Ore, po qa peshku të duket ky tjela, ky s'ka as formë peshku, ka 4 tentakula, ka dhe një në formë veze edhe merr ata ngjyrën eksaktësisht, që ne si human me teknologjitë që kemi nuk kemi asnjë gjë, asnjë send, jo gjë e gjallë, jo. Po nuk ka asnjë send që po ta vësh përpara diçka ja merr ngjyrën edhe atë që ka poshtë, jo atë që ka rreth I qark. Unë di këtë që peshku është ushqimi im, mos I ngatrojmë gjërat. Po doli unë doja. O plak, ai imiton 99.99% paternën e asaj që nuk e ka në drejtim të syve, po që e ka në bark. Ati e ku shtrihet ai, atëherë e merr ngjyrën e asaj ku e shtrir. As nuk e shikon, as nuk I bën asnjë gjë. Tani, nuk është alien ai? Çfarë është ai? Po atë e bëhet kameleoni, por që merr ngjyrën e ambientit. Po çka kameleoni do 2 orë të iki të bëj 2 cm degë plak. Unë po them ai është në mes të asaj atje. Se ai meritet tash e plak. Thjesht. Po çfarë them tani, ka ai mbreti Atlantisit e ka kështu, e ka djalë atë peshkun të antiku aty. Me këtë jetë ai Atlantisin e vërtet plak me sfur, kështu me mjekër të bardhë. Po. Edhe ka një futuruese atje, se ti ke pasur fiksime dhe atë filmit. Çai ka ai film? Një futuruese? Jo, ai filmi me Atlantisin, që I ke vënë emrin qenit. Kida. Po, Atlantis e ka emrin filmi. Prandaj po them unë. Prandaj ti je I fiksuar me këto gjëra. Po, unë nga jemi të çmendur fare valla. Unë vllai na I ditë për zotin po të marrë një ark bira, edhe të filloj vllai me Atlantis pasaj. Do ishte shumë e bukur, po të kishin nga ato varse që ti goditse në një gur për shembull të fluturonte guri. Çfarë ti ka? Ajo është teknologjia antigravitet. Ajo është. E to magjistarët valla. Që gjithkohës njerëzit kanë pasur në mend një magjistar. Ku ti s'kan ekzistuar? Jo. Ta themi gjëra nga eksperienca ime, se kur filloi ky Covidi, ato 2 javë të para nuk po dija çfarë po bëja me veten, por aq shumë u fryvas kisha çfarë bëja dhe ja futur thellë keq fare këto për 11 shtatorin. Që çfarë ston ata, jo armë, energjie të drejtuar, çfarë drejtin ishte, jo budalliqe kështu, po ju futa aq thellë fare sa edhe ishte një kështu një shkencëtar në thonjza, Hutchinson,
kam bie emrin ai, edhe ky kishte zbuluar një efekt tani, Hutchinson efekt e quani, që me anë të elektricitetit se si e kishte bërë ky që këto materialet i iknin dhe gravitetit, por ishin kundra gravitetit, edhe për shembull druri me metalin bashkoheshin bashkë. What? Edhe thoshte ky që prit, dëgjoj. Edhe thoshte ky që këto gjëra që kanë bërë këto eksperimente tregonte ky kishin një copë druri të bashkuar me metal aty, është njësoj si këto gërmalla që kanë nxjerr nga kulla e 7 që ajo që ra e fundi që thon ata që atë se goditi që ra vetë. Ja, 42-43 që është godina 40 ca. E di. Edhe për atë thoshin është njësoj si ajo, me njëjti material, nga gërmallat që kanë marrë aty dhe ky e ka zbuluar, po janë futur aq tellë buri dhe ky dokumentari që pash unë i shpjegonte aq me detaje ato sa thohet ti, ore jo, dha s'ka mundsi, kështu e kanë bërë, e kanë bërë me armë energjie të drejtuar, çfarë thoshin ata. Po kur del muhabeti pastaj u futa po kërkoja për të shkencëtarin në Ftonza. Hutchinson, ky eksperimenti i këtij do burse ky kishte bërë me këtë eksperiment që bëri famshëm dhe në vitet 80-90 më duket diçka e tillë sa më e mirë. Edhe kur e kishin vajtur njerëz shkencëtar të vërtetë, kishin thënë ore ta bëjmë edhe një herë të eksperimentet tanë, që ta shikojmë, ta riprodhojmë si eksperiment, po nuk e bëj dot më thaj, vetëm një herë u bë ajo. Aty miku teoria komplet më bura. Nuk kupton. Jo, po unë s'po them për këto, por se to tani këta me video me gjëra, valla, po e kupton. Ku e di ti që s'ka pasur magjistar, valla, në mesjet ose në antikitet. Mirë, po them që kjo është dakord jam dhe unë që ti pyesësh ti ta kesh gjithmonë atë që të bësh pyetje, po te dikova se po ju fute vrimave siç u futa unë me kësaj punën e 11 shtatorit, edhe të dalin budalliqe pasaj që çaskish ishte edhe një grua që kishte bërë libër, ç'a ndodhi me kullën 7, jo. E di, ajo është se më mendoj vërtet valla. Se dakord aty mund të ketë pyetje legjitime, po kur dalin dhe këto lloj budalliqe ky që ka bërë eksperiment, që ka bërë vetëm një herë edhe domethënë e ke parasysh ky bëj sigur i ngrihet druri këtit nga se kishte krijuar një gjë me elektricitet, i ngrihet druri në tavolina këtit që fluturonte druri vetë kundra gravitetit, po i ka gogol se druri nuk i përgjigjet elektricitetit fare. Pa që thosh ai, mbushi mendin atij, valla, edhe vetëm një herë kanë bërë, thoshë ky, nuk është bërë asnjëherë tjetër, nuk e riprodhojnë dot. Pra ajo po se ti i bën di bank atij, e kupton? Po. Po ti thotë Allah ku ti gjon ai Homeri, Aristoteli, ku ti gjon Pitagora kanë bërë këto atje, thotë është kështu. Ku e di ti ata, ku e ke parti? Po mirë po por unë i besoj këto Allah, e kupton? Po për shembull, atë po më thotë ai zoku. Jo Allah, jemi në një ditë, thotë këtu te kjo. Po vikti që jemi domethënë, bum një të marr një letër kështu, i ta groposur aty. Pionosani mbreti Pilsdorfit, ka qenë qendra kryesore tregtare e Berlinit. Po. Dëgjoni, do në budallik të tillë. Bam një bombë nukleare aty, atë se kap, vin ata kështu në kinez, ata që bëjnë fotografi çdo 3 hapa. Vin alienët, duhet të shkojnë të udhtojmë në kohë. Të takojnë Bleonin se ka qenë njëri i madh. Në rrov shtëpie. Çuna aty me bira poshtë, total bysën. Vjen alienët çuna janë bërë tap. Imagjino të vjej duke shkruar në atë atje. Po pse më plakë? Diti sa lek kemi hedhur ne për të ekspeditën këtu. A bët more. Alieni me fletore aty duke mbajtur shënimet, ç'a mençurie do nxjerrë Bleonin nga goja ashtu. Po pra, Dragoj. Pse? Është miti Dragoj, pse s'ka pasur Dragoj ose Qim tha për shembull. Qimtat janë krijesa mitologjike reale, normalisht. Mitologjike dhe reale. Se ata janë edhe të padukshëm edhe të dukshëm, jetojnë diku në mes. Ata jetojnë në mes linjave, në mes hapësirave të dimensioneve. Po pra fiks, ka folur Alex Jones për qimthat. Po plak, po përderisa ty të ka vajtur në mendje, përderisa ekziston në konsciencën e njeriu, qimthi? Do të thënë që ekziston. Po ti po më del në këtë mua, por se kjo është teori kjo që çdo gjë që se kanë bërë dhe filma për këtë, që çdo gjë që mendon njeriu krijohet. Do të thënë kemi atë lloj fushie që mund të mos krijohet tu, po krijohet në një dimension tjetër për shembull, që theti qimthi dhe me energjinë tënde krijon një qimth në një dimension tjetër.
Qimtha kanë kavaja, plak. Po mirë, po them për qimtha ekstra dimensional. Ekstra dimensional. E unë si jam futur ai shesh, po ne s'po kapim në atë kavaja, do futim ekstra dimensional në rob shtëpie. Wow. Po them por se edhe kjo është teori, domethënë që se kam bërë dhe filma për këtë lloj kështu, me këtë lloj ide që po mendon edhe ti. Po plak, po se në të vërtetë ajo është se e kupton tani ti sa potencial të jashtëzakonshëm ka truri i njeriu, domethënë, sa të diskutohet atë që po diskutojmë atë ditë, jo meaning of life, jo fillimi, jo mbarimi, e kupton, jo multivers, përderisa ti e ke kapacitetin domethënë të perceptosh ose të krijosh nga mendja jote një qenie të mbyllur natyrshme, ose nëse një skaj tjetër, dale ta mbaroj. Ose nëse një skaj tjetër të thosh, jo, s'ka qenie të mbyllur natyrshme, nuk ka as fund as fillim, edhe budalliqe tjera, energjia. Edhe çuçi që ka thënë ai se ato citatet e Biblës së plak që thotë që ne jemi krijuar në imazhin e Zotit, në fakt valla, Zoti është krijuar në imazhin tonë, kupton? Se ne e kemi krijuar. Dakor, po kjo është që po thua ti. Se unë fillin edhe as më kalove te Zoti ti aty edhe mua më doli Jezusi Muhamedi të gjithë kështu dhe më thanë e ke gabim. Po lene bu ta bëjnë ai muhabet fare, o çfarë robësh janë ata në filmin fonin fjalë. Dëgjoj se Yes sir. To që thua ti që i kemi krijuar në këto budalliqe na fuqia mendore. Ne mendojmë se kemi kapacitetin për to, por ne jemi e vërteta është që ne jemi krijesa tridimensionale. Ne nuk shikojmë përtej kësaj, ne shikojmë lart poshtë majtas djathta, s'ta kemi. O dak, siç ka sipër kësaj, ne nuk e dim, domethënë, ne deri aty jemi, mendojmë se ka dimensione të tjera apo budalliqe gjëra kështu, po nuk i kemi provuar dot. Po vetëm matematikisht e mendojmë se ka, matematika është teori e plak. Po bravo. Po s'është provuar dimensioni i 4. Ashtu me matrica, ne këtu kur isha në universiteti plako matricat ne vini me dimensione 32 thoshte. Po. Ai tash ti merr dimensioni 32. Dimensioni 32 është ai babuçi edhe qeshte, i duke kështu sikur po thoshte hajde pimi kafe. Po. Ka thua plak. E po është ajo për me psychedelics që janë ato LSD-ja dhe ato të tjera që thonë që çfarë shikojnë njerëzit kur përdorin ato, po. Ndërdimensional. Ajo është pyetja burr. Këto gjëra që ti shikon kur je në atë, se si ti këto gjëra ndodhin brenda kokës tënde apo ti shkon në një dimension tjetër e shikon këto gjëra budalliqe të tjera. E di pse është e frikshme apo? Ajo është e frikshme sepse edhe persona që nuk e kanë ditur se kanë qenë elfat, kanë parë elfa. Po, ajo është shumë interesante që domethënë është konstante ajo puna e elfëve që dalin, janë gjithmonë njësoj. Pikërisht pas se ti isha unë për shembull në çast do shikoj atje, e kupton? Do shikoja gjitha. Çdo lloj budalliku të mundshëm, domethënë se që 6 vjet që kemi marrë me këto idiotësira. Tani ku dëgjoj, di çfarë ishte një kështu që mua më ka futur frikën se atje po shikoja në YouTube një njerëz që bende nga këto që kishte provuar të gjitha dhe tregonte për eksperiencën e vet. Edhe gjëja më e keqe që kishte parë ky kishte qenë një lup. Që ky ishte se për këtë kohë nuk ishte kuptim, por sa ishte në atë që kishte marrë DMT, ky më duket, sa ishte brenda asaj për këtë nuk ishte kuptim kohë. Edhe ky gjithmonë arrinte në një pikë, rrotulloi gjithmonë atë njëjtë pikë. Edhe kjo i përsëritej pafundësisht aty dopo. Po ishte shumë e frikshme se ta imagjino ti që nuk ka kuptim koha për ty e përjetësisht në atë shkon ikën majtas, ikën djathtas, ikën shtremb ku di unë edhe prapë përfundon në të njëjtin vend. Do të njëjta gjë. Është një teori jeta ashtu plako, që është akoma më e frikshme. Më duket se është kështu semi ose pseudo indiane, nuk e di. Thotë që ky rimi, nëse ngjallën prap, edhe do ta jetosh jetën aq herë derisa ta jetosh saktë. Po. Tashi. Ne kam dëgjuar një gjë. Ky zot ose këta zotrit, çfarë janë? Po mirë plak. A e bëre gabim ti? Linde prap nga para, ti nuk e di fare që ke jetuar më përpara. Ku e di ti tani se çfarë do bësh ta?
Ato i janë shumë fej që e kanë të rimishërimin, apo që ku shkon ti, shpirti jot shkon në një kazan shpirtrash atje harron ato që ke jetuar jetën e mëparshme, merr pastaj vazhdon jetën tjetër. Po, me këtë që thonë që është sakt këto indianë, apo tibetian, se di mos të bëjmë kështu se di fare se cila kulturë është. Herën tjetër ta përmend prapë domethënë, po që duhet ta jetosh jetën vëlla derisa ta jetosh mirë, e kupton, të plasësh kokën. Po bra. Gjë nuk janë shumë interesante ato, me sa ke deri kësaj, unë i kam frikë që fshar ato. Janë të frikshme plak, se ke frikë, po ata të tjerë që janë kështu rimishërim, po rimishërimi i gjithësishëm. Që je Juliti? Po. Des? Do dhe Julian. Po si mos jem Juli unë daj. Des. E mirë, mos fillo tash i plako. Mos fillo me këto tash. Po edhe linci mi, ngort, më thaj, ta ana një gjë. Del gjarë. Kështu, e kemë ashtu me rulet. Kështu, rend në draft. Do me thënë ndonjëherë kur ma shkrep truri mua të bëj si qen, do me thënë kam qenë qen në jetën e kaluar. Çfarë s'bëva kjo? Ke drejt. Çfarë s'bëva kjo? Ndonjëherë i shkrepet kështu të zvaritet në dysheme si punë e gjarpit. Ka eksperiencë. Ja që jemi gjithë zvaranik, pra se ne të gjithë jemi zvaritur të vetë. Kështu që të gjithë jemi zvaranik. George Soros ka pasur drejt. Po bra, do me thënë ai është akoma zvaranik. Ai është akoma zvaranik. Ky është zvaranik. Ai Rama, Erion Veliej. Ai është në perk. Ai është shigjetu. Wow. Po mirë la. Sa varilisht se mirë bën që e fshin dhe memorien në plak, se imagjinon do ti plak, imagjinon vetëm kaq. Të ishe princi i Anglisë, të vdisje e të lindzi në Afrikë për shembull. Edhe me AIDS. The fuck? Po të mbaje mend ti plak, po ta kishe memorien akoma. Se do thosha do ishe i zi, do i kishe të madh. Po ti the me AIDS tani të rrosta ajo kot, çe do. Kështu që mirë bën që ja fshin memorien plak. Mirë bën, por as që duhet, edhe unë nuk e dua memorien. Wow, bin nënja bin. Po duhem provuar një herë këto, por sa ke deri. Unë deri tek ato, çan këto. Biskolat e barit që kam arritur, po ato nuk janë sa ke deri, po edhe ato janë psikoaktive, si i thonë. Që për shembull kur hengra ato në burg për më kapi ajo, ore mu duk 30 sekonda, 30 sekonda kaluan, mu duk si kaloj 1 orë gjysmë. Unë se kam qef atë plako barin, ta kam thënë dhe ere tjerë, dhe që... Po je barë, asun tani, jo me për patere, po të janë ato që hapër, do me thënë karamele, po unë henga dhe shumë. Edhe të bërë vetë një kuki të gjithë, do me thënë, edhe prapë dha, mua nuk më bën haja jo, dha, as me ta djegur, as me ta ngrënë, do me thënë, mua më bën keq, më bën të vjellë. Ha? Ja fut kode, ti do kesh ngrënë biskot që nuk ka pasur atë tamam, edhe nuk të ka dhënë efekt as, ka pasur atë të durën, po. O daku e kam efektin me bë për të vjellë, po them më bën direkt kështu reaksion. Po pra të bën ajo, po nuk pate ashtu. Duhet të kesh ngrënë që ti hash ato. Ngrënë se ngra biskotën unë tash këtu direkt, ku çoa një mëngjes nga biskotën me bar, tash mos ja fut kot tash. Po, do me thënë që ke marrë shumë ti trupi jot ka dashur ta nxjerr. Ose s'ka qenë saktë ajo, burse edhe shumë ndodh. Po ishte bërë me dashuri edhe ata ishin raket të gjithë ata. Po, ata kanë qenë ata, ja fusin me bar ata, s'di me çfarë bëjnë. Ç'di dilla, ata piderasat e pyll. Wow, shiko, kaloj homofobik tash. E shikon çfarë të bën DMT-ja? Po, se DMT-ja të bën ti duash të gjithë njerëzit. Ja më përse në tallemi kohë. Po pse njerëz janë ata? Po legend.
Po, ore. Po e nisa atë podcastin tim unë, po bezë që kam qenë këtu te ky jodi, se ky do. Mos e thonjë njeriu. Mos e thonjë njeriu se t'i kapim në surprizë. Po çat. Po mirë valla. Pse nuk I legalizojnë to apo? Po, ore me dhe ajo është shumë pyetje e mirë, se për shembull MDMA, ekstazia kishën bërë eksperiment për PTSD në ushtarë, edhe 60%, 70% sa kishte dalë, ajo I kishte ndihmuar që kishin bërë edhe terapi kështu, duke folur me terapistin. Po është ekstazia, plako, se ekstazia sintetike, ajo që kanë bërë ata është MDMA ishte, ekstazi njihet ajo në kështu, emri rrugës, MDMA. A ore kishin bërë DMT ata, jo MDMA. MDMA jo bër. Po? Se e pash tek ai. Po ka sintetik. Unë kam lexuar goxha për ta, se këto nuk po, të japin LSD-a sintetike është. Po prandaj të bëjnë keq, se këto e thithin nga truri jot, nuk është se ta shtojnë. Kurse këto DMT, këto çaja këto të tjera, psilocybin, budalliqet, jo më burr se ti ngatron gjërat, se që të kesh eksperiencë të keqe të ndodh me të gjitha këto, por edhe me kërpudhat, po jo eksperiencë, efekte, jo eksperjenca. Eksperienca mund të jetë identike. Këto që janë sintetike, nga që ty e ka thithur komplet ajo nga talamusi apo po nuk është gjë tjetër MDMA apo MDMA nuk është psychedelic. Ekstazia thjesht si ekstazia bu ti e pashu psychoactive është. Po jo nuk është psychedelic apo. E kuptoj. Po ajo është si puna kokainës, pi kokainë ti bën spa, tjetri thua të shton euforinë ajo, që ore nuk të ha më për asgjë, çfarë të dali përpara, s'ndjen as dhimbje asgjë. Dhe çfarë efekti kishin bërë këtyre që ishin të sëmurë me PTSD? I kishin ndihmuar në terapi, por shumica ishin shëruar fare që nuk kishin më nevojë për terapi, pjesa tjetër ishin përmirësuar. Shi. Plus për LSD-n me microdosing, që kam dëgjuar unë që ta përdorë për të kuruar anksien. Po unë e di çfarë është një gjë plako. Që janë 50-50, po shumë 50-50 fare. Ti lëshosh për shembull çdo kështu president elect, ti afuzësh në një psychedelic trip aty. Po ka dy gjëra aty. Po qa thua, por ai gjoja ato dy pare mend, si ka as për veten e vet, edhe ajo I duhet aty. Dëgjon ti, si ka dy gjëra, po them. Ajo mund të shkojë ose shumë mirë ose shumë keq. Se të jetë në Nairobi mira, për shembull, në brendsinë e tij, të shikoj kështu e elfit, I thonë duaj njerëzit. Trajtoj gejt mirë. Duajini lesbiket, apo këto budalliqe çu, për shembull, të vjen ai me fush me lule. Por mund dalë një tjetër kështu për shembull që shikon një super aksion atje për shembull, qysh bëjnë kukurec me zor njerëzish. Po dikush duan DMT apo lesbiket duan DMT, se lesbiket si kuptojmë po pse janë gjithkohës tin ato sora lesbiket. Kanë testosteron plot. Po çfarë testosteroni më burr, ato e kanë inati me burra tash, duan thon ato ne kemi të njëjtin rol, po vetëm njëri ka veglat, edhe kanë inat ato me veten. Gjithkohës kanë inat. Jo, Allah, tash ajo ndron ai vegël ditë për ditë tash bën koti. Ajo kështu di ka një valizhe me dilo aty. Shoku I doj shefi. Se ato kanë inat me veten apo. Ai ka burr ato me lubrifikus atje një lloj shihesh ditë për ditë. Për i tash më na fut në për këto. Themi edhe por janë gjithkohës tin ato sura apo. I shef ato, vetëm ato lloj ropsh nuk janë të lumtura njëherë në jetën e vet. Po tin ato sura. Specifikojnë si plako, se ti nuk e ke për ato që janë porno, ti e ke për ato që janë në jetën reale. Po atë se nuk ka pikërisht pra, se këtu në gjermanisht e di atyre që thua ti thon power lesbe, e kupton? Po. Që janë të vdekur për një çik pushtet, çu do të thënë, dhe zakonisht kanë një formë trupi katror. Ja si katror, si rom. Ore shkova në strip club tu kur shkova herën e parë. What? Rini e shtur. Rini e shtur, komplet. Do vesh në fer me Luciferin atje, vazhdo. Me Luciferin. Edhe ishte një herë lesbike, po
ke parasysh ku shikon çunat me njëri tjetrin shumë me inat, gati për sherr. Ajo shikonte çdo mashull që hynte në strip club, valla, ashtu shikonte, në kokër të syrit, ajo që çfarë shikon, ishte gati për sherr gjithkohës. Wow. Pse, çan drishi keti, ti kujton se këto striptisët që janë këtu të duan me të vërtetë ty, se po i jep lekë tyre? Imagjino me Ti qetëso, për shembull se të nxjerr. kapin me ndaj unë lesha, kështu me ndaj kamzalli për shembull. Të zihen ata atje. Në tip xhelal. Ajo pa pastaj të lëshoj ato flokët aty direkt. Oh my god, he beat me. Po, herë po ja. Domestic violence, në Shqipëri këto gjëra, po ja. Oh, pa Alcatraz direkt. Na ka marrë malë, s'ndodhin në Shqipëri këto gjëra. Wow, më ka treguar mua një shok, kështu një nga një shkollë, që s'do ta përmendemi tash. Të kuptueshme, në Tiranë, muhabet, një kështu si tip këto power lesbe, domethënë. Kështu që bote si çune, kupton? Ishin zonë këta, një shok këtij i largët, domethënë, jo kështu ishin zonë me një tip tjetër, e kishin raur ata. Ky tash ishte thënë kësaj. E kupton? Kjo ishte kapo lagjit. Edhe i vete po ta çuna kështu, çuna tamam, e kupton? I vete kjo aty i thot po tjetër, çip çaro po pse e ka patë me dorë, mos shoh më. Me rob shtëpie. Ky tu e pas. Tekstualisht me. Po, ky djali pastaj valla, normalistikisht çdo person tjetër që e ka trurin në rregull, ja shpëthen një plako kështu. So prapë një pëllem, domethënë, direkt thamë me rob shtëpie, sa ja fut me pëllem plak. Ta shiko që ti mesh me femrat, ke për ta patë që të bëjnë çuna. Çudira plak, çudira nga bota. Po ja më po këta po them edhe unë, pse je gjithkohë se i natosur me botën kot. S'ta ka i fal më. S'ta ka i fal. Ku e di? Bota e ka fal. Ajo është sakt. Ajo ka të her own truth. Kjo është kjo arrihet me punë, me përpjekje. Po ç'është kjo valla own truth? Se shumë ka dalë të kohët e fundit të plot. Ç'është? Kjo e vërteta ime. Un kam të vërtetën time. Ç'është kjo valla? Kush e ka nxjerrë këtë më? So po hajde flasim pra për DMT e për dalliqe. Flasim për paganizmin, flasim për Zotin, për Sol Invictus. Zotin tonë Jehova. Okej, dakord. I këti me gjithë Jehovën. S'kam 2 minuta akoma. Po, kurse tani ne kemi 45 minuta fiks tu në podcast, të flasim 45 minuta për Zotin tonë Jehova. Erën tjetër se nuk jam në shtëpi. Po i këta si me gjithë Jehovën, unë po them këto. Pse mos të sjellin këto shumë llojshmërinë e zotave? Apo flisin në sistemet, kemi shumë sisteme të konkurrojnë. Vëlla shumë zota, shumë fet konkurrojnë. Mos je monogam. Po i ke, por nuk është se Zeus, Afrodit, kështu të zihe me njëri tjetrin, që ziheshin atëherë ata. Kupton? Po. Si ai filmi ashtu ajo loja God of War. Fiks vëlla, vi aty për shkakun ti thua ai Zeus, ai tu e legend. Çan bone. Për çat bona më. Zeus, për shembull, ja, ta them një arsye pse nuk i vjen me njerëz se tani Hera ishte motra e Zeusit, po ai u martua me atë. Po çati botë do të shpirtit tash, çka kush je ti pse e gjykon ti Robi? Si pse e gjykon më për çfarë po thua? Kur ti je një toksor ti një i vdekshëm, gjykon një të pavdekshëm. O më fal. Ata nuk kanë ADN, ata janë me rregulla të tjera, ata. Jam me Jehovën. O plako, shiko çfarë thotë pse martoi motrën. Ai tipi të afuste me rufenë kokë, ty gjëja që të bën mbështypjen nëse ai martoi motrën. Ore më fal ti mua, a theti që e krijuam ne Zotin? Jo, ne krijuam këto valla, Zotin me Krishtin me Muhamedit valla. Po edhe këto ashtu krijuan, kush i krijoi? Si na ka krijuar? Pse ti tani beson se do krijoj Zeusi ty me Gaia? Ka thënë Arian Çuri, ka thënë që njerëzit ka qenë hermafrodit me 4 duar, 4 këmbë. Arian Çuri nuk e njefti? Është ai që është shiftuar te Arian Çani, është teolog, filozof. Sipas mitologjisë greke plak, ka qenë hermafrodit, që ishin edhe meshkuj dhe femra. Edhe ishin Afrodita, edhe emri ashtu ka qenë. Që çfarë thashun Afrodit thashun? Hermafrodite, tipo Afrodite, Afrodite që ka emrin ajo, ashtu, domethënë në mitet që janë
ka mite që shprehet se ajo ashtu ka qenë, ka pasur 2 avegla. Jo, vlla, ajo ishte shumë e mirë. Se bjonde, më si bëj që rita që më fut me të ri. Tani, të rim tek këta ishin shumë të fuqishëm këta, domethënë sa u bën titan. Po. Edhe Zeusi i tha do i ndaj. Edhe çuri i madh i parë i dinastisë vet që ai sot deri kësaj dite ma kërkojnë gjysmën e tyre më të mirë. Po kjo teori bie direkt në poshtë se përderisa ne para se të ishim të dyja gjinit, 4 kem e 4 duar, po këta që kërkojnë njëjtën gjini. Po tani ky boti çka ka dalë do të bëj karriera aty me këto gjëra që thot. Jo, ai ta trapin e bën me ata politikanët që fton aty për çaj. Ai është tipi karriera. Ç'është kari që më herë thaj, po lebur se këta janë. Jo, më ai është i saktë kështu po i provokon këtu, domethënë me ndonjë kështu. Gjena një mit për shembull, që thuaj në kohën X para qepës. E ja thot atyre. Po e vërtetë ai, po ka qenë të mençur ata. Ore, puna me këto mitet që kanë bërë këto gjëra kështu këta, ishte se nuk ishin standarde njerëzit, por kur filluan që krijuan fen, ata i vënë vetë si tip standardi njerëzit, që okay, vetëm mashkull me femrën do bësh fëmijë, mos i prek fëmijët, më kupton, atëherë u vënë të lloj standardesh, se përpara njerëzit ishin kështu, hajde mo, kush të dali ku të dali. Të dali kur të dali ella. Prandaj u zëndsuan dhe si fe ato, që janë to Zeusi dhe këto dalliqet e tjerë. Çka kemi ato pas? Jo, më s'kam gjë me Zeusin, se edhe unë kam parë atë film, që është ai Percy Jackson edhe po çfarë Percy Jackson kali me flatrat që kanë. Percy Jackson atë, babuçi, ai brezi. Është ajo Dario Alexandro, Daria Alexandro. Çka ka ajo më burr? Për të gjithë dëgjuesit që mendojnë që din mitologjinë se kanë parë Percy Jackson, ju shplaf një mortje, mos u zgjofshin nesër. Mirë më na bëj kështu ti ne. Po i ka burta ç'është ajo Percy Jackson atje ai me iPhone babuçi takon Centaur. Bëjnë se. Mirë kishte Centaur në Greqinë e lashtë. Ç'a? Po s'kishte iPhone më plan. Nga e diti që s'kishte iPhone. Ti se ke parë? Ma ka thënë Zeusi me plak. Më fal, po ta pati thënë Zeusi, unë e pranoj si argument. Mos e provoko atë God's wrath. Okej. Po ai ku Covidi tash mos ta fillojnë në gjë tjetër për zotin, mo fol keq për perëndit. Fleri punën e vet. Jo, kur se sot para se ta hap darkën, do sakrifikoj ushqimin tim te zjarri atje, do i lutem Zeusit sot. Fiks plako, ashtu. Dakor. Imagjino sikur të ekzistojë Zoti vërtet. Ky monozoti domethënë, tek Zot. Edhe të tre janë të vërteta, dhe Abrahami, çato, edhe Jezusi dhe Muhamedi. E të gjithë shoqja ata që zihen për vëmendjen e babit. Jo, po unë thash si bëj kështu, jo po ti bëj ashtu. Jo pa ta i vrana atë mit. Jo po ky bëj kryqëzata. Jo po ky jam miqderi. Sa varikari. Çka ke me dërin edhe le ta miqderin, ç'a ti shkruaj ç'a robi. Ua. Të gjohë këtu më, përse ti i ngatron gjëra, nuk e se akoma ashtu janë gjëra dhe burë, vetëm vendet perëndimore kanë marrë atë, që kanë një zot, kanë kristianizmin, si fe kryesore. Po pjesa tjetër e botës ashtu janë, kanë Zeusin, kanë, ku diun... Kush ka Zeusin edhe? Era ata në Greqi, ku diun edhe... Qa ka ata janë Papadopoulos, ata janë ortodoks. Më falë, kanë ante Wonder Woman atje me shpatën, po qa të themu ty më... Ata kanë Jezu Krishtin plak, edhe sipas atyre ai ka qenë grek. Ata kanë prifti që i thonë atyre fëmijëve, hajde ulu të prerim, po... Fiks. Për të flia për se kjo katolike nga që është në perëndim edhe ka shumë buj, bën shumë buj. Po sa kanë ngulur ata priftërin grek plak, nuk konkurrojnë dot fare këta katolikët. Jeni mrapa plak. Thirrje gjithë priftërinë katolik nuk e konkurroni dot më plak. Kot, po zë mundoni fare. Ata kanë
Pa te prifti ishte edhe si pun doktori e burr, vinte e çonte mamaja atë, o doktor, ka një problem ky djalim, s'ka gjë zi prifti. Bam aja buqja. Edhe i ishte një, i ishte dy, edhe haj. Po be. Po na bënej muhabet tjetër o burr, nga na futën me këto gjëra. Po se ti e buri kështu i lëri priftin me çfarë duash. Pastaj ti ta kish prender një njeri i Zotit. Po çfarë ke pirti sot më? Asi gjë shpirti, si jam pa gjumë edhe tu. Se podcasti sot doli fare na e guruta. Ky ishte gjikundi fare, bla, ky që kur erdhi kështu në kaos. U munduam me kështu me pyetje, me gjëra, me te këtu, pa. E filluam, po. Si e filluam? Pse e filluam? Pse? Po ku ka fund pse, apo tash merrem me ty pse e filluam? Filluam. Jo, ma va. Me podcastin, bëjmë biliarder. Po dakord se ke ishte e burrë, edhe ora ato lekë të burrë para punës. Po si më bëjmë për ato lekë. Po buron ti jap gjithë një uri ty zeu si dhe kështu, se mos më njoh si të lekë e ke mendje. Po ti jap një uri, po të bëj të ditur. Por e zeu si s'ma paguan internetin më, kështu që do të bëj podcast me ty, po s'kam çfarë të paguaj internetin. Diturin ta përdorësh për të marrë lekë që paguash internetin. Që të kërkosh për zeun. Është cikël pra. Po seriozisht o burr, na jep ato lekët se kemi 5 episode. Mirë, name your price. Jo, po se bëjmë do tani, do marr avokatin në telefon. Avokatin edhe. Ik mbyllë, ik. Çfarë avokati do të thotë? Ikë vazhdi sa kemi mbaruar punë me avokatin. Me avokat më parë tash nuk më vjen ta dëgjoj emrin. Do t'i vëm emrin kompanisë në burr, si kemi emrin kompanisë tani, do e ndajmë kompaninë 50% unë, 50% ti. Kompanisë të podcastit. Si person fizik. Ti që ajo është standardit fare pasaj çfarë them. Tas më thoj ti çfarë është standard. Po ti po ma bën nga stile këta mua bush të ti marrësh ti të drejtat e podcastit tani. Ti marr unë ja. Thjesht po të përdor ti. Unë jam katil. Sa kishe pa dëgjuar të fjalën katil? Ja, sot e dëgjova. Me rreth fjalën kisha një 4 javë, 5 javë nuk e pa dëgjuar. Ai është katil fare, që kur është për Salina. Katil, me shumë mundësi ka qenë Spartak Ngjela. Jo, mos e përdor taku. Ua, sa ma caron ai taku. Ai është di. Dëgjoni mua se s'dini gjë juve. Ai ma caron fare, më, nuk e di. Atëherë cako, që mirë cako ajo, po pastaj se çfarë pati, më duke ja futi një DMT edhe ai. Është mirë thjesht beqar, po jo ai shumë sa taku. Taku është. E kupton tani ti? Taku, po tani më shumë kohë në shtëpinë e vet ka kaluar se sa shtëpinë time. Ç'a ti themi takut? Tani plak ai nuk e di unë, po ai duhet të ketë ngarkesa kolosale plak. Taku i frustruar me shumë mundësi. Po mirë ku ta martoj lagjet atë. Ne i tham. Ai ne i tham dhe po i them. Ai mundua ta bënte atë jurikim për vete, kështu e ngacmoi, takoi një dy atyre kur erdhi fillimi, nxoi për kafe. Po thotë sot prasin gjë, thotë gëna i kështu. Juri tak i çoj ato. Të cia sa ti jetë shtëpia. Çfarë do ti që ngacmon Jurin tani? Po bra po. Ose ja ka çuar kështu nga që s'do këtë përfshihet me ata, kanë bërë atë cia, s'kan take care of him, e ke parasysh? Juri ka qef metër në burr, po është mona në mes edhe ja ngatruar gjëra. Thua ti kush e ka qef metër më rop shtëpi, kush e ka qef metër. Imagjino sa i pasigur do të jesh ke qef metër plan. Ua, ça deprimi. Imagjino për shembull të dalësh hapur në publik, thoj unë suportoj Ilir Meta. Ilir Meta i dhulli im. Wow. Ai është çudi bërës plak. E pe ke para ato video që top.
Po ti e di që unë s'kam Instagram. Sorry. Kishte nxjerrë një video plak një kështu që idhej në ujë. Që mati, do thoshte që ky do bëjë një kështu 3 fletësh kështu Olympic diving. Lidhet gogoli me kem. As me kështu si gjyle që ti mbledhi kanë të tij. Apo se ka atë nga që kur ka bërë ato operacion atëre se çka një forma i trupi atij valla që nuk e di plak sikur nuk e di, nuk bën sens valla. Po. Se si është, e kupton, ajo koka që i ri kështu si lamp, si Ai e ke parasysh atë filmin Men in Black apo që është ai bubuzheli që merr lëkurën atij trupin dhe futet e lëkura atij botit. Fiks ai është. Ashtu duket ai. Se ai duket kështu valla. Ose e ka të barabartë shtatin me kemet ose e ka shtatin më të gjatë se kemet. Si vjen ai valla, si ato në për kuklla, si Omeri. Që OBSH-ja dhe Bill Gatesi të bëjnë një fondacion që ta studiojnë si specie i limetën. Je dakord? Jo, se na zbulojnë të mrekullitë e Shqipërisë ashtu. Ne do t'i ruajmë nga armiku imperialist. Të na marrin ato ne ai kemi, ne ata që kemi na e marrin. Të dalim me atë në kineze. Me rof shtëpi, ai çan nuk dele plak, ai del me atë në mortje. Atë në bubuzhel. Bubuzhel alia. Wow. I lir meta me rof shtëpi. E mori i lir. Qose. Ja mori shpirtin aty mouse të plak. Wow. Mo jarga. Plak se pash i video të bukur që parë për s'po gjej dot. Qa videosh? Ma thoj mua e di unë. Ishte në Pornhub po. E peti që parë. Në nxori taze fare tash. Po ikë burike, shikoj ti e shturur, sikur ke vajtë në Amerikë plak. Po i ka Amerikë. Ne vinim faleshim bashkë në xhami. Qa është kjo fake news që më nxore tani mo? Jo pur më përmend në këto gjëra, se na fusim brenda këtej. Nuk ka të rezi. E mirë, vinim faleshim në kish. Bravo. Po ikë burr si thonë ropa sa i kishë di, po këta që ka vajtur në kish. Që kanë bjetuar kishë, sa kanë berta. Por unë s'kam shkirë as në kish as xhami. Ti që ke bërë me brenda. Ti përgjigju publikut. Me erdhja i emri me ata, si plak, po s'po e them, po e di ti për këtë kanë fjalë. Ai ishte një ndryshim shumë radikal që ndodhi. Me rob shtëpia ai Rona ko. Plako edhe sot e kësaj dite bën edhe kështu Po i foli keq për Muhamedit Behashasëm direkt. Në kohë domethënë bën push këtyre që ndihmoni ato domethënë. Edhe 5 minuta më vonë deri në një super lokal luksoz duke ngrënë peshk. Me kola dhe duko kraku. Ora më ka bërë një shok një pyetje ma, po sikur të martosh me një binjake. Ne. I merr të dyja. Do me thënë që ti i martuar me binjaken e binjakes. Se ajo është binjake, ka binjake këte dhe këto e binjake të dyja, më kupton? O plak. Pse më nuk është? Se me një martosh? Unë e dija se shumë, la blinje merr dy. Au. E ndron thua ti. Tu menduar jo. Unë thashtë i kishe kështu, all inclusive, që ndo. Duhet menduar. Unë e dija se ishte 1+1 gratis. Jo, gjëra që ndodhin janë e burë, edhe se nga troshën ati piti për shkakun vetë të shpije botës atje. Ato të dyja një lloj, më si dallon dot. Tashi dalet i më mirë. Po jam martuar me nga bredhin këto. Po boti është binjakja tjetër, por prandaj po them dhe unë, ti nuk e di kush është shtëpia jote. Po kjo është shtëpinë time. Po e solli Zeu, si çat. Ja pra e shikon diçka ka qenë vet, kështu që femra është lig. E futi tani në kam unë la shtëpi time kur e dia që unë do iki pirë valla. Apo se dinte.
Nuk e di nga ajo, po ti kalove që kështu në maskilizm ta. Jo, fillove ti me name calling ta. Maskilizm, të zoti ma. Feministi mafi, ti Elvana Gjata i podcasteve. Feminist radikal. E më shumë feminist jam, qa kjeti? Më qenë fema. Feministe, Feminist. Si qa fjallë është dhe feministe, këto? Po, ora unë dia se feministi që do më thënë, ke parasysh kur thua femrës që është kurv, feministi që është do më thënë mashkulli që është kurv, quhet feminist. Ta shu dia unë fillim. Unë bërë që ka këtu. Jo, o qa ke bërë, ti do bësh cancel me të që ke bërë. Ti do jesh viktima e radhës e cancel culture plak. Unë kam kanceluar vetën e parë. Ajo që ka të tabun, ajo që bën këto emisione të shuqe. Për testikuj edhe për feminizmin, për gjëra, do i them kështu ka. E do i them dhe ati të Pelencit, ati gay që është në Amerikë aty, se ai ka marrë një kështu, gjithë ata që bëjnë urrëtin ndaj homofobëve, ka thënë ai ka dalë në deklaratë publike që do bëj lobbying që të bëhen gjithë non grata. Si Sali, do më thënë edhe Sali Berisha që bën non grata nga ajo e pati? Valla i plako ka shumë që t'ja ka kërkuar Sali. Jo në bëqie. O pa non grata. Sa bër. Më t'i këta më thoshe mua. Janë të frikshëm ata. Desha duke këtu. Të gënjena i buskuqi. Po, ata të vinë nga Sepreta, mas, ka të rezime ata. Vinë nga Sepreta, pu. Sali, i një shoqërie të drejtë, të shenjtë, të pastër. Ai është zogu demokracisë më bërë, për leje, që janë këto, se po talëm i kodë në tani, na shkatrove... Zogu Zogu demokracista. O, zoti matë. Nuk ka mundësi më plak. I qa është ai plak? Zogu demokracisë është. Shqiponj. Jo, sorry. Shiko, po ta shikosh në profil, kualifikohet për Shqiponj. Po, por... Nga unë fix. Por ai është, di qa është ai plako? Si i thonë atyre që kanë qaf në rjepur, se arova. Gaja i thonë gjermanisë atyre. Ato që hanë këshu, ato da. Kermat, pra. Kufomat, kermat, erë që kanë imratu me është. Si e kanë, ata kanë jemër të lezetshëm në anglisht ata. Huta? Jo. Huta. Huta e demokracisë. Është huta e demokracisë. Qafrie për ato, se si e kanë ato në anglisht e plak. Dali tash se ma ha molja mu. Nuk më rritë. Kërkoje, thoj Jamie. Vulture. Vulture, po. Po, ashtu është, Sali Berisha është hut plak. Vultura e demokracisë është. Vultura. Po t'ishte Sali Berisha sot i sa ditë plako? Do e kështë kaluar Jeff Bezosit. Edhe nuk do kështë bërë si penis atë. Po normal, ai është pasardhës i Zeusit, ti e di mirë. Sali Berisha? Po. Po e di, edhe ai Zeus në ka pasur Berisas, më jemin. Po. E vjen nga është pinjoll, është i lash shumë ai. Berisha. Që në Çuka është Pellazg. Era Pellazg. Pellazg shkurt Pello. Po më mirë Lazio, se shkoni shumë. Po Lazgu. Do të vjen të gës, do lësh gën jashtë. Lazgu.
Ua, pellaz, qa fjallë qa me rovë shpi. Po Ballkan kush na ka vonë me plak? Turqit e vunë Ballkan? Emri? Po si fjala shu duket e. Ballkan. Balkon. Polati. Kush? Emri me Ballkan e ka vënë Polati. Ish Polat. Polati është ai madhi fare, por që shikon ai shoku ynë kështu. Kur losin në PlayStation ai thoshte i ka unë se do shkoj Polatin, filloi. Nuk shikon atë i Zenelin që e ka pas? Zeneli ishte para Polatit e diun. Zeneli ishte ai? Apo si kishte emrin? Jo më për Polatin shikonte, na çau trap, na çau. Ti se kishe parasysh gjësi. Ja legend me rovë shtëpinë, sa vini me pi kafe do i shkoj Polatin. Pu, kusëre çamet. Ne bie. Me që unë i shketje, vija që nga simi me bicikletë, kisha vaditur ato, domate, sa torta atje të shtëpia të baqa, se i binde të thit atyre, nga jo vapa kanceroze atje. Vija unë shketi, i lodhur, i kaputur, për pirë kafe, ai shikon të Polati. Pisa vije për të ullur, ai thoshe i ka unë se filloi Polati. As nuk e shikon të aty, alla. Dojnë të shikon të në shtëpi. Po e shikon dhe me nonqën ai. Wow. Polati. I bëni komentin filmit të dy bashkë. Vini lot. Vini loto, sa veta do vrasi Polati, pa e karikuar pistoletën. Ua, plak, ato, sa më kujtova me to pistoletën, kështu, plak. Ua, sa të kësika që në ato filmat atyre, plak, bau, s'ka pas fund më, plak, me rovë shtëpi, ato. E thoti pasaj pëse s'beson njërëzit magji. Ja, mo. Ja, dilte Polati atje 30 veta i gjuronin aty me automatik, ai dilte me pistolet, nuk lëviste fare, kështu hapur, i vriste gjitha ajo. Pa, çiksi pa kapshën vetë kuj. Është nivel tjetër. Është tjetër nivel. Normalitikisht, ashtu është. Edhe ky ai filmi që thash unë, të Mora War, ashtu ishte. Filloi boti po gjuante me atë armën e vet atje, ku diun ja kputi 150 fishek njerëz automatik. Që nikishe shkrirë ajo. Si marom, valla, për zotin. Nikishe shkrirë tyte armës nga ndëndësia. Kanë jashtë teknologjia, plako mos i gjyko. A bëri helmin ai, ja çove te helmi prap. Helmi. O helmi. Na bia helmi dhe neve tani na marrit na. Ai helmi ra, smoli njëri, vën versionin e treja. Me update edhe nuk prap nuk. Po jo rëva, sa ta thanë, këte e kemi ne, ka bërë të filmat e Marvelit ky, bëjmë dhe një film, thanë ata, bëjmë dhe 10 të tjerë në bastit, bëjmë sa lek, po, kështu e shkur merë skenaristat e di që ka mbaruar mekaniken me korespondencë. Po qa mekanika i kush i di ka bërë në një lesbian dance. Fieri? O plak. Ore, se si është, se vetë, qonë nga e qonë ti kështu si, se qonë nga i moli shqiptarit i ka jo e keqa se qonë prapë. O kjo Covid je plak. Ta shi, pas ka që virusi më i dështum më plak. Se do iki për shemë, do kaloj në kështu kjo për shemë, që shky virusi idiot më plak. Ajo Black Death atere bëbonik plik sa vrau. Vap gjysmë. Spa. Po, ai është Dgjoj, se ke gabim të flas tamam tani si shkencëtarëgjia me 3 universitete. Vazhdo. Edhe virusi tani, nëse është virusi mirë, që e di se çka ka për të bërë, do bëhet sa më pak vdekjeprurës me kalimin e kohës, që të vazhdojë të përhapet. Nëse si Ebola pasaj, Ebola nuk përhapet por se është ai vdekjeprurës sa vdesin ata njerëzit edhe nuk përhapet dot më shumë, vdes vet virusi. Mi pra mos krahasoj me Ebola, nga krahasoj me influencën, krahasoj edhe me atë bubonic plague, e kupton? E pra e njëjta gjë është, njëjta situatë. Ata janë më shumë vdekjeprurës, domethënë virusi vet me kalimin e kohës do bëhet më pak shkatrues, se nëse vazhdon me ato hapa që kanë nisur në fillim, do shfarosi veten e tij, më kupton? Po ai është virusi, nuk klasifikohet si gjë një gjallë. Ku ka truaj? Po, si më nuk
ti kohët ajo, por është ai atë ka material gjenetik aty, ai atë ka si ashtu, si parim që të riprodhohet e të shumojë veten e vet, të mbijetoj. O plak, po a nuk është virusi nuk është aktiv derisa land, kështu që land on cells, e kupton? Po ti po ngatron atë. Merre çik Miranda në telefon. Leja se s'ja kam numrin në burë, se fillon atë mbaj. Le atë se ajo do 40 minuta aty vajin, filli pastaj ashtu. Atë mba me mua beto burë, le. Po virusi këtë ka burë si parim kryesor që të shumohet e të mbijetoj sa më shumë. Prandaj evoluon ai. Do me thënë nuk është i gjallë në mënyrën se si janë njerëzit i gjallë, po edhe qeni për shembull nuk është i gjallë siç është njeriu i gjallë, kupton? Një farë nuk ka vetë dije. Si që nga shishim, që a thuti? Hajde virus me parime. Po, bro. Sa njerëz njohin që s'kan parime? Shiko, edhe virusi ka parime, thoshe. Herën tjetër, o ti, ta engët virusi, bella ti me parime. Ua, plak me rob shpje. Mirë dha, mua më duket sikur tash ti thoj për shembull që ky është virusi mirë. Po është virusi zgjuar, domethënë që ose mund ta themi në thonjza që ai atë ka si qëllim që të mbijetojë edhe të shumohet sa më shumë, të përhapet. Ama me rosh fjet ai imagjino taku po ti i bër ky. E kupton? Ti i bër. E takon ato virusat e tjerë, takon gripin dhe ato tjetra. Jesh kështu valla, si ti je adoptuar, ti je i bër vet. I ke ti e legjeni, po edhe ta, po edhe gripi burja racistat më dhenja ata, do e diskriminojnë koronën tani. Korona çan. China flu. Wow. Do diskriminojnë. Imagjino sa keq ndihet ai Covid-i plako atje, kështu tallin mbyllën ata me çaj, ata me tuberkulozë këto gjitha të tjera. Budallaj drejt, sa bëri atë lockdown nuk vrave dot ai vetë sa kemi vrarë ne. E po ajo mortaja që të ti ajo ashtu çfarë se krijuan kurën ata në mesjet, ajo vrava shumë veta se jo më çka kurë krijuan ata, kishin magjistar aty që bëjnë shumë. I ke parë ato veshjet e doktorëve apo në mesjet fiksi magjistar. Ajo është me rob shtëpi gjëja, ajo është uniforma. Bëjmë thirrje e shtetit. I bëjmë thirrje, kush na dëgjon? Riktheni ato uniformave, do rritet cilësia e mjekësisë me 20% direkt automatikisht. Po. Mos vë me një spital. Pas një cëmur me ato. Imagjino të dali natën ai me një shkop në dorë me një nga ato dritat kështu fenerët që ai thon. E duke ecur kështu ai me atë veshje. Spektakolare po. I bëjmë thirrje di Ramës, ju lutem ktheni uniformat e murtajës. Është vetëm as shumë e vesh ky popull. Vetëm ashtu. E di plako që ata i vrisnin ndonjëherë ta. Kështu? Po bra. Se provonin kështu hel me gjëra budalliqe. Varrosin njerëzit në varre masive që të zhdukej virusi. Po, edhe me kripës. I dishin. I dishin me glicere. Çfarë djega ajo po për të dhënë kështu, po. E dezinfektonin të them. Jo, po kam dëgjuar unë domethënë që përdornin kështu edhe gjëra që se dinin çfarë ishin domethënë, i provonin, edhe thoshte ky do vdesi, ti do vdesi. I jepja një bazë funksionon. Po edhe tani por me trajtimin e Covidit ashtu e bën këta që me ilaçet se do japësh njëri këtë që u bën ato testimet. Kush funksionon nga këto ilaçe? Mire burr, po këtu e vrasin 20 minuta mendjen. Ai vabuçi merrte kështu një grim stulle. E vrasin, je i sigurt që e vrasin se çfarë këto kompanitë farmaceutike këto s'kan asnjë lloj nuk ata, jo, ai vlla fut aty 60 laboratorisë kështu si sklever aty, i thot s'keni me dal me pa drejt diellit, po nuk gjetet diçka. Punora është këtë, po un kam dasëm. Çfarë dasmë ke ti vlla? I bë vaksinë aty. Vaksina është bërë që në marsi, atëri kanë marrë ata dhe kjo është efektive për Delta. Më vjen si era mut. Cilësi plak. Cilësi. Ndihet ajo. Është cilësi gjermane, Pfizer. Bon, unë kam thënë valla,
për mua blijeni vaksinën, bëni të gjithë bëni na 3-4 në muaj po deshet se unë kam investuar te Pfizeri. Edhe për mua është mirë. Pra të dashur teleshikues, bëni sevap teleshikues që janë. Bëni sevap. Blini një Pfizer, po ose bëjnë në një ofertë buri dhe shumë. Blini 3, ju japim të 4 falas. Po bra. Ose merr 2 dozat e vaksinës, t'i japim një booster falas. Kupton 2 në 1. Ose për ata që kanë pleq në shtëpi për shembull. Qofse e vë re, domethënë që po vjen dita, merr një ark valla. Merr një ark. Ti kesh ato rojnë. Me Ka një bere ark, shkencë. bëhe shosh, ku të mban, derisa mos të kesh me vend në trup. Një vend ku mund të hysh ringa, domethënë që ke akoma nevojë për atë. Jo mos të më na blejnë një gjë tjetër ata edhe fusin një gjë tjetër. Leje, po më jep na këto lloj këshilla. Shikoj këto. Unë po them se Pfizer. Nuk po them unë kështu. Jo, pisliqe tash e bus. Gjona e bëdalla kështu me na një shiringa aty e mbush me amita e fut direkt pam. Si e bën o plak nuk e kuptoj më por ata Kalifornia duhet të kishte hedhur veten në erë deri tani se janë aq budalla e njerëzit në Kaliforni. Shkonte boti tek njëra që i jepte virusin këtyre, ta e pinin virusin për koronavirusin, kupton? Edhe i jepte një letër që ti je imun nga virusi tani. What? Pra pikërisht. Prandaj dhe unë them, Ku e ke gjetur ti? në Kaliforni më bur ishte njëra, kishin hedhur në gjyq atë, po dishe nga gjykata, që se i jepte kokra njerëzve dhe i thoshe që ti je imun, domethënë si tip mjekësia alternative. Kështu, inoculation domethënë. Fix. Po si më ashtu bëj thoj asaj debilit, nuk bëj ashtu inoculation më. Po bëhet në krah, domethënë si parim, kupton, vaksina tradicionale ashtu kanë funksionuar, po. Jo, ashtu ka dalë vaksina. Më përpara nuk futej kështu me gjilpër, thjesht hapej një vi në krah dhe futej ajo. Po këta Asta ropë të trash që keni ju aty me ropë, mund të kemi edhe ne këtë ropë të trash plak, po nuk marrin ka shumë kështu olla, vëmendje olla. Ashtu të duket ty se do të më pesh mua si moralist tani, po tërë botën njësoj është. Po vim vëlla jave, ne kemi këtë vit vetëm nga Kalifornia kemi ngjuar më plak. Asnjë vend tjetër. O mirë, por aty e bie dielli, e pingul, më kupton ti mua çfarë do bëj nga vapa? Që janë si direkt aty. Që janë grek të shbasët. Po se është një gjë, se më thonë mua kushuri, për shembull, ore këtu në Shqipëri ka shumë budallënj, thotë, aty në Amerikë nuk keni. Këtu bëhen edhe të famshëm ta. Unë i them, ore, këtu bëhen budallënj të famshëm, është një gjë. Ashtu të duket. Sales plak ose tani tim shiko. Mos i gjikora. Ma i mbase ka pasion për shembull. Qa ka pasion ai ti dhe na. Po ku di gjë çfarë bën ato që ka ai vëlla, ata janë shpirtra të lirë. Ne sapo e thoshim çfarë? Ai je feministi. Po, më patjetër. E pra, po ti je feminist, do merresh me çdo lloj budalliku që ka dynjaja. Unë jam i shitur o burr, ç'pu ngjerë me mua, unë dua që mos më kancelojnë në Twitter edhe unë jam i shitur. Ama me ti që nga false flag operation pra. Po pra fix. Ciao Alex Jones. Mere këtë edhe bëj debunk direkt. Ika Juli. Ik për zotin se vajti ora 00:15. U kam një orë që pres tu, se s'po e mbyllim, ta kisha thënë para këtë. Jo, tani e pashim që ishte vajtur 00:15 që po më trashin xhik zero, që vina ata nota 8. Po do të jes me kështu, do ta jes me vete atë. Do nesër kur të vi nga puna, do regjistroj kështu të dashur miq, për arsye të ka pasur një defekt teknik. Kështu që pjesën tjetër do hedhim në pjesën tjetër. Sa idiotë ti ndalon, magnetike të tokës që interferojnë me telefonin, na u ndan në mes, kaq. Fix. Enjoy plan. E pse thash? Pjesën tjetër thash, do hedhim pjesën tjetër. Po. Duhet ta akoja që kemi një orë në ndokën.
ta pyes njëri, kam gjë se kam gjë. Ka mundësi, o vlla, 23 dhe unë, ajo, ma dërgoj mua se ta bëj unë analizën këtu. Do dalësh që edhe ti e në ndoka jeni indian të dy. Jemi pasardhës të Shivës. Fix. Hajde. God bless Amerika, pra. God bless America. Hajde, ciao. E ke parasysh atë këngë? America, fuck yeah. Ore plak, asnjëherë si kam dëgjuar, vetëm meme e kam parë. Është çai ishte një ka qenë karton ajo. Ka qenë karton. Po. Po çfarë bën? E ricikluan? E ricikluan në burë si që riciklojnë tani të këto gjërat e Hollywoodit. E vran maskilitetin plak. E vran. Merr, hidh plera. Kapitalizmi është i egër, kapitalizmi është i egër. Respekto kështu gjërat. Ç'a? Ku është buri? Po nuk rau na ngrua na kështu. Ç'a buri? I ke burë se la kokën e navit për zotin. Hajde. Hajde vllai, se flasim, pastaj herë tjetër ja kalofshi mirë, un kam tashmë 4 orë kohë për të tuar për punë. Fuck. Ha më të lumë të tani. Hajde, pra. È stato un piacere. Arrivederci a un'altra Culla di volta. Pisa. Estrem. Ciao. Paul Mangels. Hajde. Firma më e forte. Ciao.